janë paraqitur prova që është bërë presion i hapur, sidomos dëshmitarëve presion me të fortë, përveç kësaj të prokurorit situati? Në Këshillin e Rregullores dhe Mandateve, po, ky është pretendim zyrtar, deklaratë zyrtare e prokurorisë posaçme. Dhe ka sjellë prova. Që ata disponojnë prova dhe përgjime. Rama thot është vetëm një përgjimi 2 zyrtarëve, 2 grave, domethënë që një drejtoresh edhe një. Edhe zoti Bravo ka thonë parlament atë ditë, njëjtën gjë. Pra nuk ka provë tjetër, ka pretendim tjetër. Vetëm të këtyre 2 grave. Rama edhe që Balluku ka realizuar ndryshime epokale në infrastrukturë në Shqipëri, ndërkohë që 2 javë të fundit ka rënë. Do themi këtë, po do ta themi ne se për ju nuk ka realizuar dhe për kuptohet, për kundërshtarin nuk realizuar. Po jo më flasin rrugët vetë. Jo, do flasim për këtë, por do me thënë, ju mendoni që ka prova, por thot edhe zoti Bravo, po dhe të tjerët nuk kanë bërë deklarata, nuk qëndron kjo dëshmitarëve me të fortë, kërcënimi dëshmitarëve me të fortë. Se delë si aludim apo është... Termi që sapo u përdor, që persona të fortë dhe rrethi i kabinetit, pranë kabinetit të zonjës Balluku, kanë ushtruar presion dhe trysnuar, fillimisht duke i joshur, më pas duke i trysnuar dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi, është një term i përdorur zyrtarisht në mbledhjen e Këshillit Rregullores dhe Mandateve nga organi akuzës. Kemi gjë tjetër, sepse do të konkludojmë me zotin Klliçi, atëherë edhe një herë, zoti Klliçi, nëse flasim me Ballukun të zhveshur nga rolet ekzekutive, a mundet pak tani të atoj vërtet atë, se ajo s'ka më rol. Pezullimi, po, gjykata e shkallës 2, do me thënë si ka fini pas vjerës, ka vendosur që mbetet në fuqi. Pezullimi, po s'ka që pezullim të mbetet në fuqi, se ajo s'është. Ka ikur tani. Kjo kërkesë është bërë fillimisht në muajin, për qenë korrekt, në muajin nëntor. Pra në muajin nëntor, ata kanë kërkuar të vjojnë hetimet në këtë formë. Sot që ne flasim, kur kanë kaluar 3 muaj të tjerë, dhjetor, janar dhe shkurt, dhe jemi dhe në limitet e afatit kohor të ezaurimit të 3 muajve që kërkon kërkesa e shqyrtuar në Këshillin e Rregullores dhe Mandateve për të udhëzuar automatikisht, prokurorët kanë bindjen e qartë dhe të plotë se zonja Balluku, gjatë gjithë kohës që ka shkuar në zyrë dhe ka ushtruar funksionet e saj ekzekutive, ka tentuar të intimidojë dëshmitarët dhe të prish provat. Dhe pushteti i saj buron nga forca politike që ajo ka, afrimiteti që ka me kryeministrin dhe ndikimin që ajo ka me ekzekutivin. Është vetëm deputetën Belind, ajo që më duhet ta them, por nga gjithë përvoja ime jetësore, kur je brenda institucionit, ke me pak mundësi ta përdorësh presionin se sa kur je jashtë. Kur je jashtë, je i pamëshirshëm, kur je brenda, je i kujdesshëm. Prandaj, unë i kuptoj prokurorët që dëshirojnë ta ngrisin çështje në derin absurd, por unë e besoj që presioni gjithmonë është i rrezikshëm nga jashtë e jo nga brenda. Nga brenda është i evidentueshëm, është i kontrolluar dhe ndonjëherë është i nxitur edhe nga vetë prokuroria ta zëm, vetëm për ta shfaq një person të tillë në publik si i papërshtatshëm dhe dhunues. Por jeta më ka mësuar se presioni nga jashtë është gjithmonë i rrezikshëm dhe presioni i brendshëm është i kontrolluar. Prandaj këto floskullat prokurorisë nuk i besoj unë. Mos harroni dhe një detaj tjetër, keni të bëni me një nga njerëzit më të fuqishëm politik të mazhorancës, kemi të bëjmë me 11 procedura që shkojnë në total 1.1 miliard euro, keni të bëni me një njeri që ka menaxhuar 60% buxhetit shtetit në 6 vitet e fundit, dhe keni të bëni me 2 akuza në të cilat pretendimi është se zëvendës kryeministria nuk ka vepruar e vetme dhe ka zbatuar porositë e prorit saj, kështu që ndaj dhe kërkesa për të ekzekutuar atë mas sigurie, ka shkuar deri në këtë pikë, se po flasim për një çështje që nuk mbaron ke zëvendës kryeministria. Ama je kontradiktor, Belind, je kontradiktor. Belind, se je pak kontradiktor, të lutem, se pak më herët tha që sikur Belinda Balluku të mbante pezullimin në nëndor. Nuk do të ndodhin këto gjëra që kanë ndodhur sot.
Po, por sot post factum, ajo gjatë dhjetorit janarit shkurtit ka intimiduar dëshmitarët. Prit. Ka kërcënu dëshmitarët. Fakti, nëse thu këtë... është fakt. Jo, por nëse thu këtë, ti realisht po tregon se ti e din qa mendon Spaku. Dhe kjo është, nuk është arsyetimi mirë publik, nuk është arsyetimi mirë publik. Se pasojat, nëse flet për pasojat, po jo. Tregon që unë kam lexuar materialin e Spakut dhe kam parë me seriozitet materialin që ata kanë paraqitur. Po nuk e ke lexuar në nëndor, se ke lexuar në nëndor. Ti po thua që po ta pranonte Belikën. Jo, i vetëm dalim te kjo, Belind. Ti po thua që po ta pranonte Belinda Balluku pezullimin, nuk do vinte te kjo pikë, as te arresti shtëpiak, as te ato akuzat për lotet dhe as nuk do të vinte çështja imunitetit. Jo, nuk thash akuzat, nuk thash për masën. Unë nuk e besoj këto. Unë nuk e besoj këto. Jo, thash masën. Masën e sigurisë. E fundit, zoti Klliçi, se ne kemi shkutur. Zoti Rakiti, vetëm ta qartësoj. Kam thënë nuk do të vinte kjo masë për sigurim personal, arrest shtëpiak ose arrest me burg për shkak se në dhjetor, janar dhe shkurt, prokuroria e posaçme ka arritur në bindjen e pakundërshtueshme se zonja në fjalë ka intimiduar dhe kërcënuar dëshmitarët. Pra vetëm e ka agravuar gjendjen e saj juridike. Kjo ka ndodhur, është fakt. Jo, më kur është refuzuar ata më njëherë kanë kërkuar arrestin. Si e, kur është refuzuar pezullimi... E kanë kërkuar masën e pezullimit nga detyra në dhjetor. Dhe arresti me burg dhe arresti do t'ishte ma mirë që të enjtën t'a bëni arsyetimin ma të mirë sa sa. Ja, atyre me që... Kanë bërë arsyetimin e ka bërë prokuroria e posaçme, nuk e bëjmë ne. E kanë bërë edhe para... Çështja nuk është politike, nuk ka kontekst politik, është e bazuar në prova dhe fakte, nuk shkelet asnjë ligj, as kushtetuta, pa diskutim deputetët e Këshillit Rregullores dhe Mandateve, do duhet votojmë pro. Ky qëndrim është mbajtur deri në dhjetor të vitit 2023, edhe nga ish kreu i grupit parlamentar të PS-s, Bledi Çuçi, i cili edhe këtë radhë, ju besoj i dini të dhënat, janë publike, në një moment ka tentuar të abstenojë dhe më pas ka kaluar votën në favor të mbrojtjes së koleges tij Balluku, së bashku me kolegët e tjerë të PS-s. Dhe e fundit, zoti Klliçi, me që batoni kaloi te enjtja, doktori tha sot që te enjtën do ndodhë përmbysje e madhe. Në më thënë, do rrethoni parlamentin e gjitha këto gjërat, do një gjë, apo janë sekrete dhe nuk duhet të dim. Qa do ndodhë aty? Te enjtë është njoftuar protest të bim para sallës parlamentit, para kuvendit, por ndërkohë unë i qëndroj fort bindjes sime se ditën e enjte qytetarët shqiptar kanë të nevojshme të dëgjojnë të argumentuar të dyja qëndrimet, edhe të opozitës, edhe të majorancës për këtë çështje, brenda sallën e parlamentit. Po pa diskutim është njoftuar protest para sallës parlamentit në orën 10 atëherë kur fillon edhe seanca plenare, e cila jam i bindur do të thënë ti thua që popullata është mirë të dëgjojë ç'do ndodh aty brenda dhe pastaj të demonstrojë, por doktori tha që të enjte bëhet rrëzim i madh. Populli vjen dhe kryengritja shumë e nevojshme në gjykimin tim. Kur ju keni panelin tuaj nderuar që ende edhe së bashku me mua tentojmë të ezaurojmë pikpyetje apo çështje të caktuara për këtë rast, sigurisht edhe qytetarët e zakonshëm që konsumojnë shumë më pak politikë se ne, kanë të nevojshme në gjykimin tim të dëgjojnë në kuvend arsyetimin e opozitës, e prokurorisë posaçme, edhe të vetë majorancës, pse jo, për këtë çështje. Kena një tjetër për shtuar? Jo, është ajo, do me thonë, ne kemi paralajmëruar, unë kam qenë dhe më herët ke ju, e kemi paralajmëruar këtë skenar, e kemi thënë prej muajsh që në dhjetor që kjo çështje do tentohet të ezaurohen afatet kohore, është paralajmëruar shkarkimi vetëm si zëvendës kryeministre dhe ministre e Ballukut nga kryeministri, por që do t'i liej imuniteti si deputete dhe do të mbrojë, dhe arsyetimi ynë është i pandryshuar që nga momenti i parë. E gjitha kjo ndodh në mënyrë që kryeministri të mos pranojë një precedent që nesër mundet të shkojë në zyrën e tij dhe mund të prek karrigën e kryeministrit. Ai nuk po mbron Ballukun, ai po mbron një dhe vetëm një individ, Edi Ramën, veten e tij. Ju e keni ditur dhe unë s'kam pikë dyshimi për këtë, sepse po t'ishit ju në vend të këtyre do bënit një gjë. Dikur, dje, ju
Jo nuk i njëjtë imunitet, por bërin dhe veprim tjetër, ju jepni një imunitet zyrtarëve për t'i mbajtur aty që të mos prisë zinxhiri i gardës, ose mbari drejtorin e përgjithshëm të tatimeve në zyrën e tatimeve, kur ai duhet të ikte me vrap nga zyra. Domethënë, të dy palët të njëjtën gjë keni bërë. Nuk është se na habit kjo gjë. Jo, s'kan. Unë jam Belindi, ti je komentova. Jo, ti s'ke qenë atëherë. Jo, nuk e qenë. Po ti je, shiko, ti nuk e qenë, po ka qenë Partia Demokratike. Patjetër më ka qenë Partia Demokratike, patjetër. Bilias Flamoni nuk ka qenë në pozita kaq larta. Por Partia Demokratike ka qenë.